Dhe pasuria nuk është për njeriu thjesht nga që ai është njeri i zgjuar, që është punëtor, të gjitha ato janë shkaqe për fitimin e pasurisë. Shëndeti, puna, përpjekja, iniciativa janë shkaqe, por në fillim dhe mbarim dhuruesi i pasurisë është krijuesi i saj, është vetë Zoti. Prandaj, Zoti i drejtohet njeriut, i jep pra asaj që unë ty të kam dhënë. Pra dije se kush është pronari i vërtet i kësaj pasurie, ti je menaxheri i kësaj pasurie, ti administratori i kësaj pasurie. Me këtë pasuri ti mundet të plotësosh nevojat tuaja si njeri dhe të familjes tënde, mund të bësh edhe mirë, por me këtë pasuri ti mund të dëmtosh edhe veten tënde, edhe të marrësh ato që ne i themi gjunah. Pra pasuria është burimi e cila të mundson ty të marrësh sevape, shpërblime, ose e njëjta pasuri mund të jetë shkak që njeriu të marrë gjunah. Gjithmonë i drejtohet Zoti njeriu që ndihmo për asaj që ne të kemi dhënë ty. Pra personi nuk është pra individi është vetëm si posedues, po si përdorues e saj. Pra çka i jep dhe një dimension, po themi modestie. Pra këtu nuk ka vend pasaj për të bërë arrogant, nëse mendon që Zoti ta ka dhënë dhe ai është pronari i vërtetë i saj.